Uji me limon, receta që po i çmend të gjithë dhe nuk ngeli njeri pa e provuar. Një gotë me ujë me limon të ngrohtë në mëngjes është një ritual i thjeshtë, por efektiv dhe i mrekullueshëm për trupin dhe për mendjen. Kjo përzierje ndihmon në pastrimin e organizmit nga toksinat, stimulon tretjen dhe përgatit sistemin tuaj për ditën që vjen. Vitamina C që gjendet te limoni forcon sistemin imunitar, përmirëson shëndetin e lëkurës dhe lufton në radikalet e lira që shkaktojnë plagën e parakohshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmoni shumë. Përveç kësaj, ky zakon rrit ndjesinë e energjisë natyrale pa pasur nevojë për kafeinë. Pini një gotë çdo mëngjes me stomakun bosh dhe prisni 15 minuta para mëngjesit. Një zakon i vogël që mund të bëhet në ndryshim të madh në mirëqenien tuaj dhe mund të japë gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Mënyra se si e filloni ditën është e rëndësishme. Nëse jeni një nën, trajner ose shkrimtar ose pronar i ndonjë biznesi të madh ose të vogël, ose edhe mësues, ajo çka bëni së pari në mëngjes ka rëndësi të madhe. Sipas filozofisë ajurvedike, zgjedhjet që bëni në rutinën tuaj ditore ose ndërimin e rezistencës ndaj problemeve ose e shkatrojnë ose e ndihmojnë atë. Ekspertët thonë se mënyra se si e nisni ditën duke u fokusuar në ritualet e mëngjesit që funksionojnë për të vënë në vijë trupin dhe ritmet natyrore forcojnë vetvlerësimin dhe vetdisiplinën. Mendja mund të thotë se duhet të kontrollosh emailin, një shëtitje me të voglin ose me qenin tuaj mund të ofrojë edhe një ritual të mirë për të nisur ditën, por mund të ketë gjithashtu një mënyrë më të mirë për të përmirësuar edhe regjimin tuaj. Filloni ditën me një gotë me ujë të ngrohtë me lëngun e një limoni dhe është kaq e thjeshtë sa që dobit e tij mund të jenë vërtet të mëdha. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rëndisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i ujit të ngrohtë me limon për mëngjes. Do të forconi ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Limoni është i pasur me vitaminën C dhe potas. Të gjithë e dimë se vitamina C është shumë e mirë për luftën kundër ftohjes dhe gripit dhe potasi stimulon funksionet e trurit dhe nervave dhe ndihmon në kontrollet më të mira të pAH-it të gjakut. Gjithashtu mund të japë përfitime më të mira për mbrojtjen e organizmit. Balancon nivelin e pAH-it. Ekspertët tregojnë se duke konsumuar ujë me limon në dietën tuaj ditore mund të ofroni përfitime të rëndësishme ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Duke konsumuar ujë me limon do të rregulloni pAH-in në trup dhe do të përmirësoni gjithashtu alkalinin vërtet edhe rënçelësin e shëndetit të mirë. Ndihmon për humbjen e peshës. Limoni është i pasur me fibër pektin që ndihmon në luftën kundër dëshirave për të ngrënë ushqime jo të mira. Gjithashtu është parë se disa studime që kanë treguar se nisja e dietës me ujë me limon në përditshmërinë tuaj mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Dhe është një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar kilogramet e trupit dhe për të parandaluar gjithashtu ndikimin negativ të tyre. Uji me limon është një pije që mund të japë përfitime fantastike me tretjen e duhur. Uji i ngrohtë me limon shërben si një stimulues për traktin gastrointestinal dhe pengon gjithashtu problemet e peristaltikës, duke ndihmuar në rigjenerimin më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve, duke përmirësuar kështu punën e zorrëve dhe duke parandaluar komplikacionet e tyre. Shtimi i ujit me limon në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Limoni do të ofrojë përfitime fantastike edhe kundër problemeve që ndikojnë në kapslëk, gjithashtu edhe në tretjen e dobët. Uji me limon do të shërbejë si një diuretik natyral. Lëngu i limonit ndihmon në nxjerrjen jashtë të materieve të padëshiruara për shkak se limoni shton urinimin dhe kështu materie toksike lirohen me një shpejtësi dhe një përqendrim më të madh dhe kështu ndihmojnë në traktin urinar që të jetë më i shëndetshëm edhe më i mbrojtur. Do të ofrojë gjithashtu një lëkurë më të pastër.
Vitamina C tek limoni ndihmon në zvogëlimin e rrullave dhe të shenjave. Uji me limon mund të ofrojë gjithashtu një përmirësim më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre, gjë që mund të ndihmojë ndjeshëm edhe në hidratimin e organizmit. Uji i ngrohtë me limon do të ndihmojë ndjeshëm në fillimin e dietës suaj me një hidratim më të mirë dhe gjithashtu duke parandaluar problemet që ai shkakton. Ndihmon në parandalimin e dehidratimit dhe lodhjes adrenale. Kështu, kur trupi dehidratohet, nuk mund t'i kryeni të gjitha funksionet e tij. E kjo çon edhe në mbledhjen e helmeve, pra materieve toksike, stresit, kapsllëkut dhe kështu me radhë. Gjëndra adrenale janë dy gjëndra që ndodhen mbi veshk dhe bashkë me tiroiden krijojnë energji. Këto gjithashtu lirojnë hormone të rëndësishme duke përfshirë këtu edhe aldosteronin. Aldosteroni është hormoni i liruar nga gjëndrat adrenale dhe rregullon gjithashtu nivelet e ujit dhe koncentrimin e mineraleve si sodiumi në trupin tuaj. Kështu do ju ndihmojë të jeni më të hidratuar. Adrenalet janë gjithashtu përgjegjëse për rregullimin e stresit dhe janë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në shëndetin tuaj. Ekspertët shtojnë se pirja e ujit me limon në përditshmërinë e dietës suaj do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të nisur ditën dhe për të parandaluar gjithashtu komplikacionet e organizmit. Uji me limon është një nga pijet më të mira që mund të ofrojë përfitime të dobishme në mbrojtjen e shëndetit. Mënyra se si e nisni ditën është e një rëndësie mjaft të veçantë se si ajo do të vazhdojë. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për ujë, në mënyrë që të largoni toksinat dhe të ripërtërini qelizat. Për të bërë këtë gjë duhet të shtoni edhe në pijen tuaj të mëngjesit lëngun e limonit për të nisur ditën në mënyrën e duhur. Receta e përgatitjes së këtij lëngu është shumë e thjeshtë. Shtrydhni një gjysmë kokre limon në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka një rëndësi sepse ndihmon në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund të dëmtojë organet tona. Përgjatë pjesës tjetër të ditës mund të konsumoni lëngun e limonit në ujë të ngrohtë ose të ftohtë sipas preferencave tuaja. Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm ujë përgjatë ditës dhe uji është i rëndësishëm, pasi përmban 60% të peshës tonë trupore. Shtimi i limonit në ujë do të thotë marrjen e vitaminës C, hekurit, kalciumit, kaliumit dhe fibrave të pektinës. Për të mos harruar janë edhe përbërësit antibakterial të cilët ndihmojnë në mbajtjen e shëndetshme të organizmit. Shumë njerëz përdorin ujin me limon edhe si një zëvendësues të kafes, ndaj nëse po përpiqeni t'i largoni sadopak kafeinën në dietën tuaj, uji i ngrohtë me limon mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për ju. Në këtë video do të rendisim arsyet kryesore pse duhet të pini ujë të ngrohtë me limon përgjatë dietës suaj. Ai redukton riskun për të vuajtur nga infarkti i zemrës sipas shoqatës amerikane të zemrës. Pastron lëkurën, gjithashtu redukton shenjat e plakjes dhe përmirëson gjithashtu shëndetin tuaj të fytyrës, duke evituar krijimin e rrullave të tepërta. Vepron si një detoksifikues dhe sipas studimeve, uji me limon ka aftësinë të kryejë të gjitha funksionet e rëndësishme të mëlçisë. Përmirëson humorin dhe ekuilibron gjithashtu edhe emocionet, balancon nivelin e pH-it në trup, përmirëson edhe gjithashtu shenjat e inflamacioneve dhe vepron si një diuretik i mirë kundër dhimbjeve dhe i lehtëson ato. Ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin e dhimbjeve të kokës, lehtëson diskomfortin sipas konstipacionit, shton oreksin dhe kontribon në shtimin e peshës, sidomos nëse jeni edhe nën peshë. Përmirëson gjithashtu frymëmarrjen dhe parandalon problemet e tij. Uji me limon i shtuar si duhet në dietën tuaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese të dobishme në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke pirë ujë me limon, do të përmirësoni frymëmarrjen, do të rregulloni punën e aparatit respirator dhe gjithashtu do të parandaloni komplikacionet e tij. Ndaj shtimi i ujit me limon në dietën tuaj do të ofrojë shumë përfitime të rëndësishme, citon Elthilain. Vëmendje,
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.